Ambasadora Jurikim e kërcënoi opozitën atëherë që do hanë të barë nëse nuk merrte vendimet e dura politike. Opozita vazhdoi rrugën e saj me kostot e rënda që mori përsipër për disa vite me radhë. Ju e përshkruar se çfarë ndodhi. Dhe në përfundim të gjithë bashkë me opozitë, pa opozitë, ata që janë, ata që janë opozitë, ne hëngrëm këto 2 tese tash që na mbetën aty dhe paguajmë $90.000 në ditë, sa ka vajtur shifra për i gjë që as i duhet diriu. $94.000 në ditë dhe me 0 rezultat produktiv ose produkt për interesin e publikut. Pa besueshme. Kjo është shqetësuese përtej një skandali financiar, po është shqetësuese për edhe vetë skandalin korruptiv, skandalin kriminal dhe është akoma më shqetësuese që denoncimet që keni bërë ju si media, po edhe ne si Parti Demokratike dhe opozit në tërësi për këto 2 tece, nuk ka asnjë reagim nga ana e SPAK-ut. Mendoni që do ketë? Ndonjëherë do vi dita që mund të ketë dhe të hetojnë këto? Jo, unë mendoj që do ketë, sepse SPAK-u e ka treguar tashmë, edhe ata që kanë qenë skeptik, dyshus, sot janë të bindur që SPAK-u nuk është ngritur për të luftuar krimin dhe korrupsionin. Çdo ditë ka treguar që është i vetëdijshëm për ta bërë këtë gjë, është i vetëdijshëm për të zbatuar urdhrat politik dhe jo ligjin dhe kushtetutën, pasi për çështjet më të rëndësishme që SPAK-u duhet të hetonte, nuk heton, për të gjithë veprat kriminale dhe penale që lidhin Edi Ramën nuk heton. Mos harrojmë nderuar, po të marrim vetëm marrëdhënien e fundit të Dumanit, qoftë në takimin në Dash, qoftë në takimin me të ngarkuarën me punë ambasadën e Shqipërisë, qoftë takimet e ngarkuarës me punë me ministrin e drejtësisë apo me ministren e brendshme, fokusi kryesor ka qenë lufta që i ka shpallur presidenti Trump dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, krimit organizuar, karteleve të drogës dhe të dyjave bashkë në luftën për pastrimin e parave. Po ti marrim me radhë të 3 këto element, të cilat kanë qenë jo vetëm diskutimi parësor i zotit Dumani në Departamentin Amerikan të Shtetit, por edhe me të ngarkuar me punë të ambasadës të Shtetet Bashkuara të Amerikës, tregon se të gjitha këto drejtime, pra qoftë krimi organizuar, qoftë kartelet e drogës, qoftë pastrimi i parave, të çojnë tek kryeministri. Ndërkohë që keni parë ndonjë moment që nga ana e SPAK-ut tjetë thirrur qoftë edhe për të dhënë një deklarim sa për po themi sy e faqe të publikut, ndërkohë që në mënyrë antiligjore dhe antikushtetuese, unë po përgatis një kallëzim për Altin Dumanin, nuk pranon të japi informacion për kallëzimin shtesë që kam bërë në lidhje me çështjen me Gonigal. I kam çuar 4 kërkesa dhe Altin Dumani